I thonë një fjale, vdis pa të dua. Sa të doja I dashur Fatos të uleshim sonte në një nga ato darkat tona të rralla të viteve të fundit, plot me shijen e ajrit pastruar mes nesh, e t'i kalonim deri vonë në atë revistën tonë të ngjarjeve e të personazheve të ndryshëm, tërë që tha e që shkrua për ty, qysh se doli lajmi që këtë herë ti ike për gjithnjë. Po sa të pas kanë dashur e të pas kanë admiruar mor burri dheut. Po dhe ata që se lanë shkop ndër rrota pa të vënë, dhe gurë në kuriz pa të hedhur, me zi që pas këshim pritur, të ta tregonin dashurin e adhurimin, sa po ta merrin vesh, që nuk do t'i hapësh më sytë. More deri dhe ata që t'kallën burg, duke t'akuzuar si vjedhës, dhe që erdhën të vrasin në zyrë, duke t'mallkuar si vrasës, e që t'i lëshuan mbi fytyrë për vite e vite tëra me radhë, tërë të zezat e gjuhës shqipe, veç ta shije se si ti kanë qëndisur, aq bukur, fjalët e admiratës tyre. Plasja më vjen, që si jemi do të sonte për një darkë që s'do kishte të paguar. Po ndërkohë, në vend se të qeshja ca me ty sonte, mua më duhet të rendis fjalët e një lamtumire, të cilën, të them drejtën, nuk e imagjinova do të fare hiç, as pasi miku ynë Solis më shkroi me keqardhje të madhe se kishe hyrë në një koma irreversibile. Mendova të qast vetëm gruan tënde të paepur, Gjojnë, që do të vazhdonte të rrinte te koka edhe për kush e di se sa vjet të tjerë, si një roje besnike e gjumit tënd pambarimt. Por të betohem, asfare nuk të mendova ty, as se si jo, të shtrirë në një arkmort, për të ikur me të vërtet nga kjo jetë, të cilën e deshe dhe jetove, duke ja marrë sa mundet të tëra orët e voglat natës, e duke ja pirë gotat e fatit me fund, ashtu si vinin, dhe duke ja tymosur kapituit me poat ëndje, qoftë kur ngjiteshin maj, e qoftë kur preke fundin, apo kur të hiqesh e bënjan. Po ja që erdhi befasisht për mua kjo ditë zije dhe mëra puna e vështirë të parës lamtumir, që kryetari I familjes më të madhe politikës shqiptarëve I jep jo thjesht një paraardhësi, por të parit kryetar themeluesit të familjes sonë. Dhe teksa rrotullohesha me sy anë përqark faqes bardhë në ekran, duke përpjekur të nxjerr nga duart fjalët e kësaj lamtumire, mu ndërmend ajo historia jote me vdekjen e Mao Zedongit. Dhe mu duk vetja fiks si ai drejtori I metalurgjikut, që duhet u thoshte diçka kinezëve të mbledhur në sheshin e madh të kombinatit pas lajmit të ndarjes nga jeta të kryetarit Mao. I hutuar prej situatës papritur, drejtori kërkoi mendje lartë në komitetin qendror, se ç'duhet bënte me turbën e kinezëve të grumbulluar në shesh që të ishte në lartësinë e ngjarjes. I thanë se do të pyesin lart fare dhe do t'i kthenin përgjigje. Por kur përgjigja po vononte dhe kinezët nuk luanin vendit, I shkreti drejtori ra përsëri telefonit në kërkim të orientimit nga lart. Na thoni që të bëjmë, tha, se nuk pret puna. Përgjigja që mori ishte çarmatose. Orientim nga lart fare nuk ka,
kështu që bëni siç keni bërë herë të tjera. Natyrisht që këtë herë është shumë ndryshe nga herët e tjera, edhe sepse njeriu që ikën sot pa kthim nga Tirana, ku lindi, u rrit, u adhurua, u anatemua dhe bëri histori, është një rast të eti veçantë për të përcjellë me fjalët e rastit pa u bërë qesharak. Siç më duket mua të paktën se u bën ata që duke folur për ndarjen nga jeta të Fatosnanos, morën me të mirë tërë këto ditë veten e tyre. Me Fatosin në ndam, thyem dhe rindam buk. Por historia e marrëdhënies sonë zhvilluar mes ekstremesh, nga birësimi im në familjen socialiste me bekimin e tij, deri tek vrasja e babait për marrjen e skeptrit të tij, nuk ka vend këtu në këtë eulogji. Ose jo, ka vend vetëm për një fakt. Nëse jam unë sot zëdhënësi i idhërimit krejt familjes madhe socialiste, kjo lidhet padyshim me intuitën dhe me guximin e kryetarit themelues për të mëftuar dhe dhënë vend në odën e shtëpisë sonë politike, duke thyer aso kohë një mur të madh ndarës me shoqërinë e kohës, kur shtëpia e socialistëve nuk që aerosur ende plotësisht nga era e shkuarës. E kam pyetur veten në kohë të ndryshme nëse Fatosnano e deshi apo jo barrën e kryetarit Partisë Socialiste. E nëse vërtet e mori përsipër apo ajo i ra mbi shpatulla me të tërë vlerësinë e faktit kryer ato ditë e net kur armata e shpartalluar komuniste kryente funeralin e Partisë Punës në mes shkretirës me flamurin e rreckosur të diktaturës proletariatit në gjysmë shtize dhe me moralin e rënë nën shuajt e këpucëve të shqyra nga marshimi 45 vjeçar drejt horizontit kuq, që vetëm largohej derisa u zhduk në gurmazin e konsumuar të komunizmit, i cili tamam në sallën e madhe të këtij pallati kongresesh nxirrte thirrjet e fundit për luftë me tërë planetin, teksa era e papërmbajtshme e ndryshimit që frynte e përplase mbi kongresmenët e kthente vajtimin e egërsh dhe dëshpërimit të tyre në një fishkëllim, sa qjerse, aq edhe qesharake, kur nga foltoria shpallej dorëzimi përpara realitetit. I gjendur aty, mes fytyrave verdacuge të udhëheqësve, gjemi mbytur nga ardhja e qametit dhe sekretarëve lëkurreshkur nga dielli i ara fabrika kantiereve, Qorri, siç e quanin shokët dhe e quanin mes nesh, më duket gjithgjë si protagonist dhe si peng, njëkohësisht. Fytyra e dy kumtim të kuadrit të ri të partisë, që punonte në Institutin e Marksizëm-Leninizmit dhe e profesorit Garip të ekonomikut, që tregonte Barsaleta tallse për regjimin duke pirë raki dhe që luante Beatlesat dhe Rolling Stonesat me kitarën e tij. Nuk e kam dyshuar asnjëherë që pikërisht profili i tij jo skematik i dha Fatosnanos me hirin e pahirit skeptrit të majtës porsalindur pas varrimit të Partisë Punës.